Një ditë më parë, televizioni 6+1 Vlora realizoi një kronik televizive në zonën e ujit të ftohtë për të transmetuar shqetësimin e 10 vlonjatëve dhe jo vetëm, të cilët mbushin ujë çdo ditë tek burimi në ujin e ftohtë. Qytetarët e Vlorës ishin ata që ngritën këtë problematikë, e cila për ta ishte shumë shqetësuese, pasi burimi ishte bllokuar totalisht nga mbetjet inerte dhe kishin të vështirë të mbushnin ujë aty. Për ta, ky burim ju jepte mundësi të mbushnin ujë për shtëpitë e tyre, por mbi të gjitha duhej pastruar pasi përbënte një nostalgji të vjetër për të gjithë Vlorën. Qytetarët e vendosën theksin edhe tek rehabilitimi i tij, duke e cilësuar si tepër të domosdoshëm, në mënyrë që deti mos të sjellë më në burim mbetje inerte, çka shkaktonin më pas bllokimin e tij. Ndërkohë, pas transmetimit të kësaj kronike në televizionin ton, me sa duket, ka reaguar firma e cila duhet të realizonte projektin e rehabilitimit të një pjese të shëtitores Lungomare 2, vazhdimin e saj drejt tunelit, por edhe punën për pastrimin e burimit në ujin e ftohtë dhe rehabilitimin e tij. Ky firmë, mëngjesin e kësaj të shtune, ka nisur të ndërhyjë për pastrimin e burimit. Një skrep nëpër masa të vogla ka hyrë në brendësi të burimit pranë tunelit në ujin e ftohtë, duke pastruar prej andej mbetjet inerte dhe duke liruar vendin. Për të hyrë skrepi në këtë zonë, janë hedhur inerte edhe mbi trotuarin në mënyrë që ai të kishte mundësi të lëvizte aty. Gjithashtu, disa punonjës të kësaj firme me mjete të ndryshme janë futur në brendësi të zgavrës së burimit për të bërë të mundur pastrimin e tij nga mbetjet inerte. Vlen të theksohet se jashtë kamerave, përfaqësues të kësaj firme garantojnë se nuk do të mbetet vetëm me pastrim. Burimi në ujin e ftohtë, sipas tyre, edhe do të rehabilitohet. Do të ngrihen me beton pjesët anësore të tij, ku bëhet lidhja me detin, në mënyrë që inertet që vijnë nga deti mos të përfundojnë aty, duke bërë që ai të bllokohet.